Mira njerëz u mblodhën në New York, Washington dhe Pennsylvania për të shënuar 11 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, të kryera nga terroristët e Al-Qaidës, ku vranë rreth 3.000 njerëz. Firma Moody's Investor Services thotë se mund ta ulë nivelin e kreditimit për Shtetet e Bashkuara nëse Kongresi Amerikan nuk arrin marrëveshje për shkurtimin e borxhit vitin tjetër. Një anketë e re e televizionit ABC News dhe gazetës Washington Post konfirmoi se Kuvendi Demokrat I ka dhënë presidentit Obama një ngritje në anketa kundrejt rivalit republikan Mitt Romney. Autoritetet amerikane shpërblyen me $104 milion personin që zbuloi manipulimet me taksat, ku ishte përfshirë institucioni financiar Swiss Bank USB.